Alba dhe Benita përfshihen në një debat të nxehtë që nis fillimisht me tone të larta, por shumë shpejt përshkallëzohet. Alba, e irrituar dhe pa durim, i afrohet Benitës me një qëndrim sfidues, duke e parë drejtë në sy. Me një ton të ashpër, ajo i thot Benitës se është ignorante dhe se nuk di të sillet siç duhet brenda shtëpisë. Fjalët e saj bien rënd në ajër dhe disa banor fillojnë të përpiqen t'i ndjekin me vëmendje, duke parandjerë se situata po del jashtë kontrollit. Alba vazhdon me ofendimet, duke pretenduar se Benita ka pasur lidhje me Edin dhe, sipas saj, edhe me shumë të tjerë jashtë. Ajo flet me vetbesim të tepruar, sikur çdo gjë që thot është e vërtetuar. Ndërsa Benita e dëgjon e shtangur, duke u përpjekur të kuptojë pse Alba po e sulmon kaq ashpër. Në kulmin e debatit, Alba e akuzon Benitën se gjithçka e bën për interes dhe se shkon pas përfitimeve. Këto fjalë krijojnë një atmosferë të tensionuar, sepse janë akuza të rënda që prekin karakterin dhe integritetin e Benitës. Disa banor fillojnë të ndërhyjnë duke i kërkuar Albës të qetësohet, por ajo është ende e mbushur me inat dhe vazhdon të flasë me tone të forta. Benita, megjithse e prekur dhe e lënduar nga ato që po dëgjon, mundohet të ruajë qetësinë. Ajo shikon drejt Albës dhe i thot se po e tepron dhe se po përhap gjëra të pavërteta vetëm për ta vënë në një dritë të keqe përpara banorëve dhe publikut. Ajo e akuzon Albën se po e sulmon pa arsye dhe se po mundohet të krijojë drama aty ku nuk ka. Debati vazhdon edhe për disa minuta të tjera, me Albën që ngul këmbë në fjalët e saj dhe me Benitën që përpiqet të mbrojë veten nga akuzat e rënda. Situata e krijuar e mbush shtëpinë me tension dhe të gjithë kuptojnë se ky konflikt do të ndikojë në mënyrën si dy vajzat do të sillen me njëra tjetrën në ditët në vijim.